Derisa po përfundojnë numërimi i rezultatit të balotazhit për zgjedhjet lokale dhe po presim me hyrjen në procesin e ri zgjedhor atë të zgjedhjeve nacionale, diku në ka fundi dhatorit po besojmë, këtë ditë ndodhi edhe një zhvillim i ri dhe relativisht i papritur. Dje dorëheqje nga kreu i partisë dha Memli Krasniqi i PDK-s. Arsyet e dorëheqjes ai tregoi, tha janë reflektimi i mëhershëm dhe hapësirë e re në kuadrët e Partisë Demokratike. Për shumë këngë kjo ka qenë befasi, qeverisja e Memli Krasniqit ka qenë në PDK ka qenë e bërë në një kohë shumë të vështirë. Si e tillë ajo ka qenë një qeverisje për mua personalisht e suksesshme. Memli Krasniqi i ka sjellë Partisë Demokratike të Kosovës një frymë të qetësisë, një frymë të baraspeshës, si dhe një frymë të modernitetit. Sidoqoftë, Memli Krasniqi është Parti Demokratike, ai nuk ka jap dorëheqje nga politika, ne sigurisht se do ta shohim atë edhe me tutje pjesë të skenës politike dhe pjesë të nënshme të pësoj të Partisë Demokratike të Kosovës. Po për të folur për këto zhvillime në Partitë Demokratike të Kosovës, e cila java në ardhshme pritet se ta bëj, ta themi kështu, ushtruesin e detyrës ose kryetarin e ri, kemi anëtarin e kryesisë së PDK-s, zotin Ferhat Çone. Faleminderit ju dhe mediumit juaj për mundësinë që bashkë bisedojmë. Ferhat, a je befasu dhe ti nga dorëheqja e Memlit e djeshme apo ju e keni di këtë më herët? Thotë drejtën, unë personalisht nuk e kam prit dhe nuk kam pas informacion, si me thonë, të fundit që do të kemi një situatë të tillë. Megjithatë, unë shfrytëzoj rastin që prononcimi im i parë pas kësaj ngjarje është ta falenderoj përzemërsisht Memli Krasniqin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, për punën, angazhimin, për kushtimin të gjatë, si me thonë, me dekadë, për Partinë Demokratike, po me thekst të veçantë për gjithë për kushtimin e tij dhe rezultatet e arritura si udhëheqës i Partisë Demokratike në 4 vjetët që po i lanë. Memli Krasniqi ka arritë që Partinë Demokratike ta sjellë një frymë dhe një koncept tjetër në një situatë jashtëzakonisht delikate, që ishte vetë situata përgjithshme në Kosovë, që ishte vetë Partia Demokratike pa shkurve liderëve tanë historik në Hagë, dhe normalisht në rrjedha që po ndodhin politikisht në Kosovë. Prandaj Memli është figura qendrore që e ka balancu, e ka mirëmbajt, e ka zhvillu dhe trasu pa dalë nga binart e historik Partinë Demokratike, pa marrë parasysh pozicionin e tij dhe vendimin e tij personal, që ne e respektojmë dhe e kemi respektuar gjithë si kryesi. Ai ka qenë dhe mbetet një nga figurat qendrore të Partisë Demokratike, që i ka dhënë shumë partisë dhe vazhdon të jap me bindje të thellë që do të rrugtojmë përsëri bashkë drejt fitoreve të ardhshme të Partisë Demokratike, drejt reformave eventuale, po dhe drejt shënimeve për fitoren e shpejtë që na preshin zgjedhjet nacionale tashmë që jemi në prag të tyre. Se dha vendimin për çfarë kanë qenë arsyet që mund ta kenë shtyrë Memli Krasniqin të dorëheqje? Ai e tha edhe dje në kryesi, e tha para mediave, e tha edhe në paraqitje pranë në televizionin apo në emisionin Rubicon, është, si më thonë, reflektimi i tij personal mbi bazën e asaj që ka planifikuar, ka realizuar dhe ka zhvilluar brenda këtyre viteve në Partinë Demokratike, dhe konsideroj që ai ka dhënë të gjitha ato që duhet dhe ka dashur të thotë dje gjatë tërë ditës. Ka qenë jashtëzakonisht i sinqert, ka qenë jashtëzakonisht transparent, ka qenë jashtëzakonisht jo vetëm me pjesë të kolegëve dhe kryesinë e partisë, po edhe me opinionin e gjan shumë i hapur. Dhe pak lidea gjan që brenda ditës mban konferencë shtypi, mban kryesinë e partisë mbledhjen jap dorëheqje dhe kthehet prapë në opinion të gjerë publik dhe i nënshtrohet një debati transparent dhe shtërrues politik. Si e afekton, si e ndikon Partinë Demokratike të Kosovës në këtë moment këtë dorëheqje? A e lën në situatë të keqe apo jo? A la Memli keq Partinë Demokratike në dorëheqje në këtë moment, apo si më thonë kjo është një hapësirë e re, një mundësi e re e shpejtë për PDK-n? Jo, konsideroj bindje personale është, po dhe shumicës kolegëve, që djekë normalisht që nuk e kemi përjetuar lehtë, por që Partinë Demokratike nuk e lën keq, sepse e ka prunë në një stad shumë të mirë politik,
kredibil, sepse ka bo një opozitarizëm tash e 4 vjet shumë të qëndrueshëm, sepse ka fitu shumë beteja politike në raport me një pushtet tepër abuzeu në raport me shtetin, sepse ka fitu 10 lëndë juridike gjyqësore dhe e kemi shpërfaq pafsinë qeverisë të qeverisë, sepse po dje patëm ngritje taktakuzave të kabinetit qeveritar të qeverisë Kurti për abuzim, aferat të cilat Partia Demokratike, Memli Krasniqi, deputet e kësaj partije me kohë i kanë ngrit dhe i kanë bo publike, normalisht fal edhe media. Sepse Partia Demokratike ka një numër më të lartë të deputetëve. Por i ka 2 komuna më pak, Mitrovicën dhe Drenasin. Saksisht dhe t'i kthemi tash. Është kjo barë Partia Demokratike ka arrit numrin e votave më të lartë në viteve të fundit, pa i kemi afru 200.000 votëshit. 200.000 vota tash janë pak. Partia është vërtet pak, tash po dalë ato. Partia Demokratike ka numrin më të madh të asamblejisëve. Partia Demokratike ka përballu dhimbje goditje tulta të nivelit shumë të madh, sepse ne e dim transformimin apo situatën që kemi ardhe këtu pas liderëve tanë. Partia Demokratike për shkak të rrethona që ka pas, edhe Memlin këtë rast si lider dhe udhëheqësi i saj, ka arrit të ashty këtë proces të zhvillimit partisë në rrethona kur nuk kemi mujt në kushte normale të mbajmë zgjedhje të brendshme. Dhe Partia Demokratike është e vërtet që për nga numri kemi 2 komuna më pak, por rrethonat politike dhe të përgjithshme kanë qenë të tilla që ne ka qenë pjesë edhe reflektimit, normalisht. Po këtu jemi jashtëzakonisht, si më thonë, të përgjegjshëm dhe ne presim që Partia Demokratike në këtë moment Memli ka reflektu për të avansu gjithë këtë hecje të suksesshme të partisë, për të përgatitur halo më mirë për betejat e ardhshme që i kemi shumë të afërta në shërbim të partisë, në shërbim të qytetarëve, po mbi gjitha për të ndrruar këtë koncept qeverisës që aktualisht e kemi, për të hjekur nga monopolizimi, nga uzurpimi, që është bën institucioneve të shtetit nga qeveria Kurti. Dhe ky ka qenë momenti i reflektues dhe ka vlerësu që duhet një frym pak më ndryshe, një koncept pak më proaktiv apo frymëdhënës dhe koncept unifikues. Jam thellë i bindur që ideja, qëllimi dhe synimi i Memlit është në të mirë të shtetit e të partisë, dhe këtë do ta bëjmë sepse Partia Demokratike e ka kapacitetin intelektual, njerëzor, profesional, e ka të kaluarën historike që din edhe këto faza, si me thonë, momentale të oscillimeve apo të krizave të vogla t'i kalojë. Zoti Shala, Memli, zoti Krasniqi tha se që 1 vjet kom mendu për këtë punë, kom analizu. A se këni vrejt hiç, do më thonë, nuk i ka përmend ndonjëherë që mundet me lëviz, me ndrru rol? Po, që ai nuk e ka thonë qartë azi që do ta bëj këtë, por ne kemi bisedu hapur, shtruat, edhe sukseset, edhe dështimet, edhe pengesat, edhe opozitarizmin, edhe mundësit, edhe rrethonat. Do thotë ka qenë lider që ka qenë jashtëzakonisht i hapur në kryqësitë partisë dhe në organet partisë, në kryqësitë në grupin parlamentar kemi gjithmonë debat të shtruar shterrues për problematika të caktuara. Dhe gjithmonë ka qenë, si më thonë, i hapur për të marrë mendime dhe ide. Vendimin fundit ka qenë i tij personal dhe ne e kemi përshëndetur me keqardhjen më të madhe, po edhe me solidarizimin dhe me gatishmërinë që ai vetë ka shprehur dhe ne jemi shumë të kënaqur që do të jetë pjesë fort aktive e Partisë Demokratike. Folëm pak për kur po bëjmë edhe këtë analizën, nuk po bëjmë vetëm të qeverisë të Memlit, po të Partisë Demokratike të Kosovës. Rezultati i zgjedhjeve lokale të 2025 është më i ulët se ai i vitit 2021. Janë humb 2 komuna, Mitrovica dhe është humb Drenasi, ku jeni ju. A është kjo, kujt është kjo faktura e kësaj humbje? A është faktura edhe kryetarit PDK-s apo jo? Sepse posa që është humbja në Drenas, shumë shpesh është faturuar në përsyje televizive e zotit Krasniqi për shkak se edhe sulmi, për shkak se fushatën zotit Ladrovci e ka mbështetur 2 njerëz në kundër Memli Krasniqi, sekretar PDK-s dhe në anën tjetër Samir Shtaput. A ka Memli, është fakturë e Memlit kjo?
Dhe pastaj do të më tregoni edhe pse para Partia dhe dalim në Demokratike të drenasi. Ne nuk kemi halo rezultat të ligjshëm juridikisht për humbjen e Mitrovicës. Po do ta kemi. Nuk e dim. Ne jemi duke pritur proceset legale. Ne kemi ankimuar në instanca legale, ne kemi vrejtjet tona, ne kemi faktet tona, ne kemi argumentet tona të dëshmuara që atje ka pas ndërhyrje të vrazhd, jo teknike, po edhe politike dhe institucionale. Një mekanizëm i tënë i shtetit ka ndërhyr në proces. Dhe tashmo është e pamohueshme, pa marrë parasysh rezultatin final, që atje nuk ka pas proces normal zgjedhor. Atje ka pas ndërhyrje, atje ka pas një makinerie tonë institucionale dhe atje ka pas manipulim të vullnetit të qytetarëve, sepse tashmë janë dëshmit publike, janë në instancat e duhura dhe atje një proces është edhe në dorë të organeve të hetësisë. Dhe ne sigurisht që kemi kërkuar dhe kërkojmë që ai proces të ripërsëritet, sepse nuk ka shkuar në vend vullneti i qytetarëve, për më thonë është manipuluar skajshmërisht nga instancat edhe politike qeveritare të qeverisë Kurti në udhëheqjen e direkte të tij. Megjithatë, Partia Demokratike ka shfrytzuar dhe vazhdon të shfrytëzojë gjithë konceptin legal ligjor. Presim vendimet e instancave zyrtare. Por Mitrovica sot për sot është e humbur dhe Drenasi është i humbur. Pse ndodhet? Dhe a është këtu, a ka peshtu Memli Krasniqi? Pse i ndodhen Partisë Demokratike këtë dëgjon, edhe pse janë këtë ndryshme Mitrovica me Drenasin? Shiqoni, këtë ndryshme nuk është çështje dhe do të ishte shumë gabim nëse mendojmë që çështja e individit i ka krijuar këtë problem. Këto janë procese politike, kjo është lojë politike, kjo është, si më thon, planifikim dhe atje. Unë nuk mund ta përjashtoj, edhe pse ky është mendim prapë i ndam për asaj, që këto kanë mund të qenë pjesë e reflektimit, por Memli Krasniqi e tha pranë qartë, ky është reflektim më shumë se një vjeçar. Normalisht ne kemi dashur dhe mirë kemi bërë që në Mitrovic kemi hyrë me një kuadër të ri, me një kuadër perspektiv, me një kuadër reformator, me një kuadër të përgatitur jashtëzakonisht, me një profesor të ri universitar. Kemi dashur dhe kemi afruar një kulturë tjetër qytetit të Mitrovicës. Kemi dashur të vazhdojmë trashëgiminë dhe konceptin politik partisë, ta përmirësojmë bazën tonë, pushtetin lokal me kuadra të reja profesionale. Dhe këtë e ka bën në mënyrën më të mirë të mundshme leadershipi i PDK-s, praktikisht Bedri Hamza dhe Memli Krasniqi. Pra kanë qenë koncept që kanë dashur ta lënë një trashëgimi politike dhe intelektuale në qytet. Rezultati ka dalë ky. Pa marrë parasysh rezultatin, konsideroj që Partia Demokratike dhe leadershipi i saj është fitues moral dhe politik, nuk është fitues në shtat teknik, administrativ, po është fitues moral dhe strategjik në politikën e udhëheqjes dhe të menaxhimit të Mitrovicës. Në këtë rast, presim rezultatin final të çështjen. Zoti Tahiri ka qenë dhe mbetet figurë e ardhme politike e Partisë Demokratike. Po të shoh që po do më ikë, di që nuk është e këndshme shumë. Jo përbes politike se këtu ku marr me vullnet. Jo, ikni viti, jo për studio sa më puna. Të paktën unë e pata atë përshtypje. Çka ndodhi në Drenaz? Është e mundshme që ta themi kështu një individ mund të ketë pas aty grupe tjera, por një individ si Ramiz Ladrovci arrit ta mund një parti, Partinë Demokratike të Kosovës. Çka bëni PDK gabim dhe pse ndodhi kjo? Që Partia Demokratike në Drenas, e thash, edhe në nivel qendror, normalisht që ka pasur dhe ka sfida. Ka pasur si asnjë parti tjetër debat të brendshëm dhe vazhdon të ketë të brendshëm. Partia Demokratike asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk është as në periudhën kur është qeverisur nga Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Enver Hoxha, edhe te Memli Krasniqi, përparësia e saj dhe vlera e saj ka qenë debati dhe mendimi ndryshe që është leju ndoshta deri në kufit e fundit. Në këtë rast ka pas një koncept, ka pas një mendim, ka pas një proces politik të brendshëm dhe ai proces tashmë ka përfunduar siç është rezultati aktual. Zoti Ladrovci ka kriju një nismë të re atje, ka fituar zgjedhjet, është proces i mbyllur politik, procesi vazhdon tutje. Pse humbet Drenasi? Rrethonet janë publike tashmë është kapitulli i mbyllur. Jo, e di, po pse?
Rrëfimin pse? Arsyet e humbjes drenase. Sipas PDK-s Drenas, edhe juve. Arsyet të humbjes së PDK-s Drenas janë pjesë e procesit ton të analizës. Ende ne nuk e kemi mbyllë dhe nuk janë certifikuar rezultatet, nuk kemi ndonjë analizë të mirëfill. Përveç asaj që shihet në opinion që kanë herë është pasqyrë reale, kanë herë fare është reale, sepse rrethona dhe specifikat kanë qenë të veçanta. Atje kemi pas edhe më herët një iniciativë tjetër, ideja ka qenë e unifikimit, ideja ka qenë e bashkimit, ideja ka qenë dhe mbetet, që Drenasi ka qenë dhe do të mbetet, jam thellë i bindur në këto, pa marrë parasysh këto oscillimet e fundit, do të mbetet bazë dhe palë kurrizore vërtet e Partisë Demokratike, e që në procesin sipër jam i bindur që vetë votuesit, qytetarët, po dhe leadershipi i PDK-s do të gjejnë alternative më të mirë të mundshme që Partia Demokratike të hecën tutje. Pa marrë parasysh rezultatin, unë jam i bindur që genetikisht Drenasi është me PDK-n. Po dhe Ladrosi fitoi kuptimin duke thënë se jam i PDK-s. Po, nuk e kemi kontestuar. Po du me thënë që nuk po kontestohet aty shumë përkatësia, afërsia e Drenasit me PDK-n. Ka qenë një proces që është udhëhequr nga kryesia e partisë, proces legal, për herë të parë, transparent, ka ardhur rezultati dhe tash është kapitulli mbyllur. Ladrovci gjatë fushatës ja pas vnu synin Memli Krasniqit, ta themi kështu. Thonë që nëse fiton Drenasin ka me shkarku Memli Krasniqin nga pozita e kryetarit. Tash plot po thonë Erzoj Ramizi. Çfarë po mendoni? Unë nuk e besoj atë teori, Nuk e besoj sepse vetëm Memli Krasniqi po dhe gjithë të tjerët edhe pra me ripërsëriti disa herë që është reflektimi më hershëm. Pra, ky është proces reflektues i kryetarit të partisë. Memli Krasniqi ka reflektuar fuqishëm intelektualisht dhe politikisht edhe para kësaj situate kur e ka kandiduar në zgjedhjet nacionale Bedri Hamzën për kryeministër. Por ka qenë hapi i parë reflektues intelektual, politik në shërbim të partisë së qytetarëve të vendit, kur Bedri Hamzën vetë kryetari i partisë e ka kandiduar për dhe kemi udhëhequr një fushatë suksesshme, dhe kemi pas një rritje të konsiderueshme. Pra, kjo është pjesa e dytë e reflektimit tina që tashmë e ka hapë portën edhe për pozicionin e dytë. Dhe unë besoj që ai pra me boni të qartë që hapi i dytë reflektues, intelektual, jashtëzakonisht i papërsëritshëm politikisht është që një kryetar partie e jap rastin e herën e parë dhe tash i thotë unë merr edhe partinë komplet. Unë merr partinë, pra Memli Krasniqi po jap partinë Bedri Hamzës sipas jush? E ka rekomanduar mendimin personal tina dhe e ka lënë në dorën e strukturave të Partisë Demokratike. Dhe cili është mendimi personal i juaj? Bedri Hamza është kryetari i partisë? Do të vendos konventat hanën. Po mendimin personal ta vendos konventat. Por mendimi personal është që ai duhet të jetë dhe ta udhëheqë Partinë Demokratike nga e hanja tutje. Dhe të hanën është Memli. Si me thonë, pse ndodhi kjo shtymje kështu? Si me thonë, pse ndodhi kjo shtytje? Çfarë force po jepet Bedri Hamzës në qoftë se bëhet kryetari i Partisë Demokratike? Mos është humbja potencialin Mitrovic, arsyeja që do të jap një krah shtesë. Jo, përkundrazi. Ne edhe kur ishte Bedriu ka bërë një fushatë jashtëzakonshme Mitrovic dhe fakti që kanë hyrë ballatash është sukses, por jo i mjaftueshëm. Bedriu ka qenë deputet i zgjedhur, e ka lënë punën e deputetit dhe ka shkuar në Mitrovic dhe e ka marrë pushtetin. Bedriu ka pas qëndrim politik bashkë me kryesinë që me përgatit një kuadër çfarë e ka përgatit Arjan Tahirin, profesorin i nderuar. Bedriu ka pas koncept dhe ka koncept sepse është pjesë përbërëse substanciale ekonomike dhe intelektuale e partisë dhe donë me dhënë të mirat e veta profesionale bashkë me Partinë Demokratike Kosovës. Kosovës e cila po lëngon dhe është e plagosur rënd politikisht dhe ekonomikisht nga këtë qeverisja 4 vjeçare tashmë, praktikisht në vitin e 5 jemi. Pra kapacitetet intelektuale të partisë, kryesia dhe leadershipi i saj po donë me afru qytetarëve. Dhe ajo është pjesa që ne kemi konsideruar dhe konsiderojmë që për këtë kohë është personi më adekuat, më i përgatitur, më me provojë, me një kulturë jashtëzakonisht të qartë, unifikuese Bedriu, po dhe profesionale, që nuk e kanë asnjë subjekt tjetër, e tham me përgjithësi. Dhe ne, ku tham ne po flasim si kryesia e partisë dhe si elektorat, normalisht që e kemi pa këtë vlerë tonë, dhe është mëkat politike njerëzor, po edhe intelektual, mos më ja kriju mundësinë Bedriut me hyjë në garën e ardhshme, por tash me hyjë hala më i fuqishëm, edhe si kryetar partie,
edhe si kandidat për kryeminist edhe me kriju qeverinë e ardhshme. E keni thirr konvent, to kemi zgjedhje të një kryetari të përkohshëm, apo jo? Organet e partisë vendosin për gjitha Sepse procedura, PDK është vonuar në mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të partisë. Ne kemi një vendim të Këshillit Drejtues që zgjedhjet e ardhshme të brendshme mbahen pas përfundimit si me të procesit pranveror që do të kemi edhe procesin e zgjedhjes së presidentit. Dhe ne kemi obligative ligjore. Pra do të kemi kryetar deri atëherë. Zgjedhjeve. Nesër, megjithatë, të hënën vendos Këshilli Drejtues i partisë, sepse Këshilli Drejtues i ka një sër kompetencash për ta zgjedhë dhe kompletu ekipin, po dhe për të caktuar afate kohore eventuale për ndonjë proces të mëvonshëm politik. A pret konkurrencë në konventin e PDK-s? Pra konkurrencë për vendin e parë, do të ketë votime, do të ketë kundër kandidat? Thash më herët, ne jemi vetëm një subjekt që nuk kemi kufizime dhe nuk kemi vijat kuqe për ato që ka i lejon rregulli, ligji, demokracia, statuti i partisë, po dhe transparenca. Mendim personal prapë tham që nuk do të ketë Bedri Hamza kundër kandidat, por është e mirë se ardhën e se ke. Por PDK është një subjekt i cili s'ka pas kur garë reale për krijuën e partisë. Jo, nuk tham ashtu, po Partia Demokratike, organet e kanë vendosur gjithmonë. E di, por s'ka pas garë reale. Ne sidomos jo ka pas garë, si s'ka pas garë reale. Garë reale është zgjedhur nga strukturat e brendshme, nga A-ja deri në pikën në altë është zgjedhur Kadri Veseli. Konkurrencë ka pas, konkurrencë kundër kandidat real, konkurrencë reale se garë, zgjedhjet brendshme reale ka pas, edhe zgjedhjet e thashë, mirë, por nuk ka pas garë mes kundër kandidatëve në Partinë Demokratike. Edhe kur ka pas kundër kandidat, ju kanë qenë përsëri pas. Kanë qenë situata të tilla, ne e dimë se është zhvilluar jeta politike në Kosovë, ne e dimë se është zhvilluar historia e këtij vendi, ne e dimë që ky subjekt për cilin po diskutojmë në momente të caktuara ka qenë A-ja dhe Z-ja e institucioneve dhe lindjes së këtij shteti vet. Prandaj, ky është proces historik që na ka bërë shumë krenar. Ferhat, a ka më ndru veç kryetari, a parashet që ka me pas lëvizje në kryesi në pozicionime, kryesi se kryetari me sa djune ka drejt ta riaranjoj kryesi i PDK-s. Momenti kohor, nuk e ke gabim, momenti kohor, kur ne jemi në prag të zgjedhjeve nacionale dhe me ngulm vazhdojmë të kërkojmë sa më shpejt që ne të shkojmë zgjedhje nacionale për hir të shtetit e të vendit, për hir të asaj që ne ta zhbllokojmë, që sot nuk kemi as buxhet as gjë tjetër, ne do të bëjmë çështë mundshme në rrethana të tilla që ne të jemi sa më unik, sa më gjithë unitetin, por si më thon për nuk prishet uniteti i Partisë Demokratike, këto të garantoj. Nuk e besoj në këto momente jo. Nuk prishet uniteti. Vlerat e saj janë shumë më të mëdha se interesat e ngushta të individëve të caktuar që eventualisht por nuk ka, dhe në këtë relacion do të bëjmë çështë më e mira për interes të partisë, po edhe për interes të proceseve të ardhshme fituese që Partia Demokratike është fort e përgatitur që me marrë pushtetin nga viti i ardhshëm. Kur mendon se do të jetë data e zgjedhjeve? A është data e zgjedhjeve që mund të vjen diku në 28-in, potencialisht në 21-in, po dhjetor? Si me thonë, a është e volitshme për PDK-n? Konsideroj që ndashmë nuk kemi hapësirë. E di që keni një 7 dhjetorin? Po. Jo, unë konsideroj që tashmë teknikisht është problem me u majtë ma herët se para 21 dhjetorit. Absolutisht. Dhe eventualisht me 28. Që me 28-in për shkak të festave shumë çka tjetër nuk do të ishte shumë e preferume, megjithatë në secilin opsion që shkojmë, ne ato jemi duke u përgatitur dhe ne do të jemi të gatshëm për këtë punë dhe kemi caktuar brenda një afati kaq të shkurtë dhe konventën, për këtë punë kemi bënë dhe po i bëjmë këto ndryshime, për këtë punë po e bëjmë këtë reflektim që ne të jemi 100% në shërbim të qytetarëve dhe të institucioneve të shtetit. Pra, ka pas e përmendi dje dhe presidenti, se tash po dojna me hi në diskutim pak nacional, do shkojmë pak edhe për ekonominë. Kemi diku në një 20 minuta, do flasim pak edhe për temat. Dhe po du me nisë me buxhetin, edhe presidenti adje bëni një farë presionin dhe partive opozitore për buxhetin, po edhe Kurti që sa ko po tenton të lëm fajsin për buxhetit e partitë opozitore. Si e çështja kështu, e para ka PDK vot për Glau Konjupsin nëse del në votim dhe si doja bëni për buxhetin? Puna e buxhetit, me thot drejtën, është institucionalisht
nuk po flas si individ për presidentin, po si pozicion politik. Sepse po përdoret edhe për pagat PTK-s, RTK-s, po përdoret fakti që opozita s'pe vëzirë. Nuk kisha pas qef asnjë presidente në situatë të tillë juridike dhe kushtetuese, në një pozicion të tillë me po kaq anons, kaq politike dhe kaq jo korrekte. Se presidentja po thotë ka drejt mu me miratu kuvendi ose me zgjat. Po flas për presidenten e cila mundohet dhe orbatet që të jetë, si më thon, zëdhënëse e qeverisë Kurti, e në këtë rast e din sa presidentja zëdhënëse e qeverisë Kurti. Ndryshe derisa ajo fajson opozitën për mos konstituim të institucioneve dhe për mos miratim buxhetit, nuk mund ta kuptoj ndryshe. Pra, nuk është faji i opozitës, faji është e atyre që e kanë fitu votën e nuk kanë pasur vullnet politik me kriju institucionet e shtetit tash në 9 muaj. Dhe këtu vjen, sa i përket çështjes së votës për zotin Konjufsa, qëndrimi i Partisë Demokratike nuk ka ndryshuar dhe nuk ka mundësi me ndryshu tashmë, nuk ka votë për qeverinë Kurti, sepse ky është Kurti realisht, veç me një emër tjetër, dhe këtu nuk kemi asnjë luhatje ne. Por për çështjen e buxhetit, Partia Demokratike e Kosovës mbetën në qëndrimin e saj që është antikushtetues çfarë do veprimi në buxhet pa u bë qeveria. Po mëse po thup po bisedojmë. Unë jam deputet që kam dhënë betimin. Po. Dhe kush është institucioni që mund ma sjell buxhetin? Cilla qeveri? Kur unë halar nuk këtë mandat juridikisht na s'kena kriju qeveri. Presidentja tha e dërgoj unë zgjatin. Po s'mundet presidenta, kush e ka përgatitur presidentës? Cilat janë organet, procedurë është, ligj është, rregull është, kushtetut është, çështja e miratimit, e debatit, e kalimit në komisione parlamentare deri te miratimi. Pra presidentja nuk është si den, po pelun rolin e zëdhënësës. Dhe këtu është fatkeqësia e madhe. Nuk ka bazë ligjore me ardhur nga këto instanca, nga kjo qeveri në detyrë apo në ikje apo si ti themi juridikisht, me prum. Qysh ka mundësi të njëjtit njerëz e votojnë buxhetin në qeveri e që të njëjtit janë edhe deputet, me ardhmë i votu edhe në kuvend. Dikush tha s'votojnë ata. Dikush tha, do thotë ka ardhur presidentja dhe ata që kanë bërë këtë punë, me thotë dikush tha, nuk është kjo lojë mahallash. Pra kjo është anomali juridike dhe logjike. Dhe kjo nuk mund ndodh, dhe këtë nuk mund ta tolerojmë, sepse është 100% antikushtetuese. Por zoti Shala, si më thon, ky mos votim i buxhetit nga opozita, po tentohet të ndërtohet si një fajsim ndaj opozitës, si një fajsimi se do të ketë efekt elektoral. Si do të ikë opozita këtij fajsimi, si do të ikë kësaj barre të përgjegjësisë që unë po besoj që gjatë fushatës çdo do të tentohet të vënohet opozitës. Këtë rast po flas me Partinë Demokratike, ju se keni gojën e tjetër. Unë nuk e kam problemin edhe nuk marr obligim me fol për opozitën. Natyrisht për Partinë Demokratike. Flas tash për këtë. Partia Demokratike ka qenë e qartë që nga dita e parë. Që është e vërteta as ofertë politike e as private nuk kemi pas që t'jemi pjesë e as një kombinimi me flas me lëvizjen vetëvendosje. Pra, moralisht, juridikisht, në aspektin kushtetues, ne nuk kemi përgjegjësi sepse nuk na është dhënë mundësia që ne me provu vetën. Me 9 muaj, me 10 shkelje kushtetuese kemi ardhur në këtë pozicion. Qeveria Kurti, vleja 2 fjali, qeveria Kurti, për me mbulu skandalin menaxhues 4 vjeçar, aferat korruptive, izolimin e vendit në arenën ndërkombëtare, humbjen e mbi 1.5 miliard euro fonde të ndryshmet nga Bashkimi Evropian, fondi rritjes mbi rreth 900 milion, fondet po thënë opozita pi humb 1 miliard, ofër 1 miliard fonde nga BE-ja. Jo, pikrisht është qeveria dhe izolimi i Kosovës, largimi i gjithë partnerëve strategjik që tashmë i kanë dekretuar dhe politikisht i kanë thonë ne nuk të hyjmë brenda mos e janë antikushtetues. Dhe problematika tjera ekonomike, rritja si kur më parë e shkollës së importit dhe afera korruptive në energji, aferave në sektor tjerë si që ishte rasti i rezervave shtetërore, por vatët që ti manipuloj opinionin e gjanë me çështjen e buxhetit tash në fund vitit kur gjithçka më ka përfunduar. Falet për energjinë, jemi në dhëtor, tash fakturat nëntor, për dhëtor dhe janar, pritet të ashpërsohet dimri. Fakturat do të vinë matrata. Çka po ndodh në këtë sektor, në sektorin e energjisë? E di që e njeh mirë dhe e përcjell. Po, kemi fatkeqësisht prapë them, ato që kemi parashikuar na para 4 vjetë kanë rezultate të vërteta. Sot kena disa lanë
dhe kena edhe ish drejtorin nën hetim dhe nën arrestim apo nën procedura juridike për keq menaxhim. Kur në historinë e vet merrne, shiqoni statistikat, memorien institucionale nuk kemi importuar kaq shumë energji dhe ato me bazë të dyshimt të kompanive. Se po kaq shumë energji. Sepse është keq menaxhuar sektori, ka ra niveli i prodhimit, ka ra niveli i mirëmbajtjes, është e vërtet konsumi dhe janë rrit interesat e institucioneve shtetërore për me ble energji përmes dorës së gjatë të kompanive që i ka krijuar Enkas për këtë punë. Statistikat zyrtare e tregojnë që kur në 5 vitet e fundit nuk e kemi pas shkallën më të lartë të importeve të sektorit energjetik. Pra, në anën tjetër, janë ndërprej investimet kapitale, nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka vende të reja punës, konsumi energjisë rritet, nevojat për import rriten. Anomali ekstreme, buxheti është shpenzu, rezultatet nuk shihen. Pra, politikë krejtësisht jo në interes të vendit. Për interesa krejt. Çka na pret këtë dimër? Dimni na na pret, prap, nuk them që ka me pas reduktime se këta janë përgatitur për me importu dhe janë dhe po importojnë për kujt? Po importojnë për kompanive të dyshimta që tashmë janë nën hetosi dhe nuk e kam plan me fol me emrat përveçëm sot, sepse jo fol me emrat përveçëm sot. Po tashmë janë të njohura afera e Noas. Po, pra prej Noas ende prej Noas importi. Janë të njohura kompani të cilat sot janë në proces që kanë punu dhe kanë operu, që kanë lidhjet e afërta me këshilltare ambasador të kryeministit Kurti. Janë të njohura të gjitha. Martin Berisha, kompani tjera që janë pa akreditim, procesi është ju majt. Procesi gjyqësor është ju majt. Janë të njohura veprimet që tashmo në emër të tregut të lirë kanë lindë dhe po lindin kompani që janë të kabinetit qeveritar. Janë të njohura veprime anormale, si me thotë të planifikimit dhe të rritjes së çmimeve. Ju garantoj që i gjithë sektori energjetik, edhe me ta ashtu quajtën rregullator, të pavarur që s'është më i pavarur, na pret që brenda muajit prill, maj me pas rritje. Në kohën kur do të rishitohen tarifat, do të kemi rritje. Pse prapë është shtrejtuar çmimi i rrymës apo pse këta kemi rritje? Planifikimi, harmonizimi, jo i mirë. Shiqoni, për cilën e mbledhjen e fundit të bordit të zyrës rregullatorit. Mund ta gjani nëse ka pas media, atë nuk e di. Kanë qenë mbi 85 pika të rendit ditës dhe vlerësone vetëm pikën e rendit ditës 24-25. Pra, në këtë situatë janë 2 pika që u dash më miratu plani i projekteve dhe i zhvillimit dhe i prodhimit vitin e kaluar. Nga keku. Dhe kanë operu ma shumë se një vit pa plan. Dhe planin e këtij viti e miratojnë në dhjetor që u dash me miratu në dhjetorin e vitit kaluar. Është e mundshme. Publiken, webfaqet të zyrësi ka ata që e shohin. Pra shihni ku është plani i vitit 2025 nga generatorët e Kosovës. S'ka plan. Publik nuk ka plan. Si ka mundësi që ende punon generatori prodhues pa miratim planit nga rregullatori. Për çfarë generatori keni fjalë? Unë? Për çfarë generatorë? Për çfarë keku dhe kapacitete tjera gjeneruese energjetike. Dhe çka ndodh? Ata kanë bërë çka kanë dashur. Kanë prodhuar sa kanë dashur, në fund vitit tash planin e bin dhe e miratojnë. Në këtë fazë është bën skajshmërisht, si më thon, operimi dhe favorizimi i madh i biznesit me energji. Përndryshe, unë nuk e kuptoj, edhe vetë kër e kom pa në webfaqe, pikë të rendit ditës, sepse për shkak ngarkesa politike edhe më ka ikë, si ka mundësi që në këtë vit ne s'kena plan fare të prodhimit. Domethënë, plan prodhimit keku s'ka dëzuar në zërre. Zërreja se ka miratu, keku nuk e dia ka dëzuar. Zërreja nuk e ka trajtu, pra nuk kena dokument bazik institucional. Sepse aty pastaj filan bilanci energjetik. Po saktësisht. Mbi cilën planifikohet prodhimi. Mund sa pastaj të rritet çmimi i rrymës sa don nga këtë kohë. Mbi plan bëhet planifikimi i prodhimit, i remonteve, investimeve dhe importeve. Pra, mbi cilën bazë juridike sot kemi importuar gjatë të vitit. Ky është sektori, si më thon, më shumë që e ka dëmtuar dhe po e dëmton bazën ekonomike të vendit
dhe është kupola korruptive e qeverisë Kurti. A do të ketë efekt kjo zgjedhje? Meqenëse se i kemi dhëtor. Unë besoj që qytetarët tash po e shohin, 1. 2. Besoj që njerëzit janë duke e ndje faturën. 3. Bizneset kanë krizë dhe problem të madh sepse kanë dalë në treg të furnizimit pa përgatitje, pa furnitor solid dhe pa koncept të qartë. Mbi gjitha, ata më shumë se kusht tjetër po e vujnë me faturat që po i paguajnë e kështu me radhë. Fatkeqësisht janë shumë vende punës, shumë kompani për shkak kësaj e kanë minimizuar dhe tashmë edhe numri të ikurve nga Kosova është shumë i madh, veçanërisht i kuadrat. Kështu që në rastin e fundit po mbyllet dhe u mbyll praktikisht njëri prej gjigantëve industrial në Kosovë më aktivi që ka qenë Ferronikli. Unë e kuptoj që ka koncepte. Asnjë hap institucional shtetëror që ka pas mundësi shteti me subvencionu, jo me dhënë pare, pas pakut me leju me marrë thëngjell, e ka obligu Ferroniklin, ka disa vite që e kom përmenë në kuvend, me ble thëngjell në Maltëzi, e 5 kilometra e ka bardhin dhe Mirashin nuk i ka dhënë. E ka sankcionu me gjitha politikat e KPMM-s, e ka qunë për gjykata për të kalumen historike, jashtë çdo logjike menaxheriale, dhe sot Ferronikli u mbyll, 1000 familje mbesin pa punë. Kosova nuk ka eksportues të metaleve më. Por kjo është politika e qeverisë Kurti në raport me industrinë minerare. Trepçën e ka prunë para falimentimit. Sot Trepça ka mbi 37 milion euro borxhe, 35 katra i ka sipas auditorit të qeverisë Kurti. Pra, keku po ashtu para falimentimit, industria nxjerrëse dhe minerare tjetër është mbi 500 kompani presin për licencat Komisionit Pavarur për Minera dhe Minerale. Abuzim me tërë industrinë. Abuzim klasik me tërë industrinë dhe korrupsion. Dhe si e pat akt akuzën dje ndaj ministres së tregtisë industrisë, zonës Rozeta Hajdari? Me thot drejtën e përshëndes organet hetuese dhe të rendit. Konsideroj që ne kemi debatuar shumë herë, personalisht këtë çështje e kam përcjellur nga afër dhe e kam ngritur në prezencë të kryeministrit, e kam dhënë me fakte dhe shifra, me data dhe me fatura, me shuma dhe me gjitha ato që janë edhe i gjanë i lehtë në webfaqet e kuvendit. Megjithatë, unë deri vonë kam besu që është një gabim. Po kur e kum pa që edhe vetë kryeministri është pjesa thelbësore e kësaj afere korruptive, kur ka marrë vendim dhe e ka nënshkru shkeljen e hap të procedurave ligjore, atëherë ka pas tjetër qëndrim. Pra, muj me të thonë me bindje të plot që atje në krye të asaj afere korruptive është kryeministri vetë, sepse ka 2 vendime së paku që ai ka firmën e vetë e të cilat ai nuk u dashta bënte ato ndryshimin e procedurave dhe çka është hala me aron vetë kryeministri e mbron. E mbron një aferë të tillë ku mjetet janë dhënë dhe malli s'ka ardhur. Pra matematik shumë e thjeshtë. Dhe mbi të gjitha, sot nuk e kem asnjë reagim. Tash po bën 2 ditë, afera është publike, drejtësia ka vepruar drejt, ai nuk e njeh drejtësinë, nuk shkon me dhënë sqarimet, por nuk del as politikisht me sqaru opinionin. Nuk ka shku, po s'ka. Çka ka ndodhur me grunin, ku është vaj, ku është shiqeri. Pra ju po thoni që kjo akuzë ka me shku përtej zonës Jo ka me shku, po ka firmë, ka nënshkrim. Ka nënshkrim kryeministri Kurti. Mund të jetë edhe viktim fare zonja Hajdari. Po përgjithësia nuk e shfaqson atë sepse është ministre. Po aja do të flet në drejtësi, çka ka ndodhur me procedurat. Jo tashmë edhe një pjesë e landës është publike nëpër media, vërtet është aferë. Po fatkeqësisht nuk është veç kjo. Janë afera tjera që janë njerëzakonisht në zhvillim e sipër që dëgjoni, 3.5 miliard buxheti i vitit kaluar, i këtij viti, asnjë projekt i realizuar. Mjetet janë shpenzuar. Ku është infrastruktura? Ku janë projektet kapitale? Shkalla realizimit tyre sa është? Përveç skemave sociale që edhe ato i ka bën duke shkel ligjin, mbi ndihmën shtetërore, ka ndarë mjete dhe sot e kemi këtë situatë çfarë e kemi. Kryeministri pikë përgjithësisë, por
Por do të shohim se çfarë do ndodh. Për fond, çfarë pritet e Partisë Demokratike nga zgjedhjet e ardhshme? Partia Demokratike Nacionale kem fjalën. e kuptova. Partia Demokratike është duke u përgatitur me dinamikën maksimale dhe presun që ne me kryeministrin e ardhshëm Bedri Hamza ta udhëheqim qeverinë, shumë shpejt të krijojmë institucionet, shumë shpejt ta miratojmë buxhetin e ardhshëm, shumë shpejt të fillojmë punën në kthimin e shtetit në normalitet politik dhe ekonomik. Sepse kemi edhe çështjen e presidentit. Çështja e presidentit është tema e dytë që na pret dhe tema e parë prioritare është formimi i institucioneve dhe miratimi i buxhetit dhe fillimi i proceseve politike. Çështja e presidentit është faza e dytë dhe ne sigurisht do të gjejmë gjuhë, mundësi dhe bashkëpunim, do të jemi të hapur për gjithë ata që dojnë ta kuptojnë dhe ta mbështesin konceptin politik dhe zhvillimor të Partisë Demokratike. Faleminderit shumë, zoti Zhala, faleminderit për intervistë, është hera e parë duket në Blic Interview. Po, faleminderoj shumë dhe suksese të tëra. Ishte kënaqësia ime, faleminderit ju për punën dhe për mundësinë që na keni dhënë.